Të dashur dëgjues, shikues, miq të Buçi Podcast. Ky episod është regjistruar me datën 9 korrik 2025, përpara se të degradonte situata mes Endrit Shabanit, Nisma Thurje dhe Adriatik Lapaj të Shqipëria bëhet. Për shkak të angazhimeve personaleve dhe mungesës së kohës për përgatitje teknike, publikimi i episodit u shty më gjatë se zakonisht. Ju falenderojmë për mirëkuptimin dhe mbështetjen e vazhdueshme. Buçim në bu, CHI, bu, CHI, Në podcast. Mirë. Shishu që u bëm kësaj radhe e para fare. E vështirë se nuk që nga i mallkuar me të vërtet. Po nuk e di deri në fund pres. Deri, okay. Po pati probleme teknike, miq të dashur, e dini shumë mirë që pjesa minimale e mallkimit ka qëndruar akoma. Po jemi bërë për të përqaputur, u bë që ku s'mbahet më. Shumë. Që jemi takuar këtu shumë. Po çfarë luku? Edhe ti e vëre që ka diçka ndryshe. Po baluket. Po. Baluket e ballit të moj. Të shkojnë, seriozisht, sa kishte marrë. Mandja se s'e kisha përfituar një ashtu, po goxha mirë dukesh. Komplimenta. Very nice. Faleminderit. E lash Gjermanin me baluke dhe u riktheva te baluket, po. Po shpresojmë ti ta kesh lënë Gjermaninë e mos të rikthehesh në Gjermani. Po nuk tani nuk ka shanse më televizor nga Shqipëria. Është kështu. Tu do vazhdohet jeta, tu do bëhen planet, tu do rritemi edhe tu do plakemi. Kështu është plani përveç se nëse ndodh një gjë madhore, shpresoj të mos ndodhi një gjë madhore, të shndërrohet Shqipëria nuk e di çfarë vendi të çuditshëm. Po që Po mirë, tani ne themi me ç'a kartash kemi sot, dhe nesër pas nesër edhe i lart me dy mendje ka, kështu që Po ç'a bëni? Qysh jeni, tek jeni? Po mirë Buçi, dhe desha të thojë që edhe për mua ishte kënaqësi shumë që u ripam sërish, sepse nuk e dija e diti, ata kam shpërmë përpara, po unë argëtojmë gjithmonë kur bëjmë të puntatat bashkë. Nuk e di, realisht është kënaqësi. Është qef, domethënë. Më bëhet shumë gjë, kështu që ju njerëz, prandaj do të tundi zilën e mos të humbisni asnjë episod që edhe ju të kënaqeni për si Luana, madje edhe më shumë. Më shumë. Shumë falenderoj. Është kënaqësi gjithmonë normalisht, pra është një nga arsyet kryesore, domethënë pse vazhdojmë rishifemi shpesh herë, pavarësisht sa zgjat nga një episod në tjetrin, domethënë është goxha e këndshme. Po strumbullari i të gjithë kësaj, domethënë përveç se për të folur edhe për të shprehur risit e fundit, domethënë ishte në fakt kur i kishim idejuar hapësirën kohore për ta regjistruar, domethënë ishte pjesa e pas zgjedhjeve, por pika në fakt më e rëndësishme nuk ishin zgjedhjet përsej si gjë që ndodhi, por në fakt personi i parë që unë e kam njohur përpara se ti futej asaj rruge dhe vazhdoi të kem komunikim të rregullt edhe pas si u fut asaj rruge. Është interesante, jam si një lloj eksperimenti për ty, pak a shumë për të parë. Je vërtet një eksperiment Ç'do me këtë njerëz. Po. Pikërisht. Në një kub, imagjinoje veten tani në një kub xhami me 6 doktora duke mbajtur shënime. Si ishte gjëja? Domethënë jam i bindur shumë që në qoftë se do kishe mundësinë të flisje me një person, domethënë në punën e vet, ku të qenë në një kafe apo në një rrugë, domethënë edhe të kishin informacionin paraprak që ky personi domethënë arriti një farë lloj niveli motivimi, një lloj frymëzimi, domethënë i fut asaj rruge, bëri çmos, mori pjesë në garë, mbaroi gara. Të gjithë njerëzit e kanë dëshirën ta dinë si ishte, sepse shumë njerëz jo vetëm që nuk do e bëjnë ndonjëherë, por nuk i vetë as në mendje. Kjo si ishte më bën mua të mendoj për shumë gjëra, edhe më duket sikur po të më lësh të flas tani, pa më ndërprer, mund të flas deri në mbrëmje, domethënë deri vonë, shumë orë do më duhen për të, edhe nuk di edhe nga ku ta kap fillimin, se në fakt edhe jemi Po. Do bëjmë një kompromis të bukur, domethënë që ta bëjmë një çik fillimin të bukur, kështu se jemi në Buçi Podcast dhe i bëjmë gjëra shumë verify. Interesante. Tani,
për të bërë pak hyrjen tek kjo, unë dua ne kemi folur bashkë, domethënë nuk e din nëse kemi përmendur në episodin e kaluar, jo, nuk e kemi përmendur, por për të filluar mund të na kujtosh ose rikujtosh si ju fute kësaj pune, domethënë gjeneza e gjithçkaje, domethënë që si e arriti deri aty, ku ishte fillimi i parë. Tani ç'është e vërteta, e kam thënë edhe më herët në ndonjë intervistë këtu që kam bërë, në biseda që kam bërë me njerëzit, unë nuk është se kam pasur ndonjëherë aspirata politike, nuk është se kam menduar ndonjëherë të angazhohem politik, por që gjithmonë e kam ndier veten të detyruar të marr pjesë në një farë mënyre në ndryshimin e shoqërisë. Në radh parë duke votuar, edhe kur kam pas mundësi edhe në ambientin që më rrethon, edhe në lagjen time, kam ndryrur kur ka qenë e domosdoshme, kur është bërë një padrejtësi, kur është zaptuar një pronë që supozoj publike, po pastaj nëse ti e di si funksionon Shqipëria. Domethënë në mënyrë të angazhuar kam marrë pjesë në aktivitete të tilla. Kam qenë jam një fytyrë që mund ta gjesh gati në të gjitha protestat e ngritura nga shoqëria civile, nga qytetarët në Shqipëri. Edhe më ka interesuar të them të shpreh mendimin tim dhe jam e zëshme në këtë sens. Po ka një ndryshim të madh midis ta duash ndryshimin edhe të përfshihesh në politik. Unë erdhi një moment që mu duk gati si detyrim moral ndaj vetes edhe ndaj vendit. E ndjeva edhe si nevojë, buçi, të them të drejtën. Por shive këtë nevojën, le të themi që nevoja shkoi e kuptova, domethënë u bë e qartë për mua në momentin që pash një dritë diku, sepse shqetësime caktuara, të cilat I kam pasur në këto vite që kam jetuar në Shqipëri, nuk kam menduar se ka pas një forcë politike nëpërmjet të cilës mund t'i adresoja. O kupton? A duke konsideruar për t'i dhënë pak nuancë, kështu domethënë, të gjithë njerëzit kanë këtë idenë që duhet të bëjnë diçka, por shpesh herë kjo ose mbytet fare, domethënë, vazhdon në rutinën e përditshme, ose gjehet zgjidhja, domethënë në një, le të themi, tangjente tjetër, si për shembull ikna këtu vend, nuk rihet me këtu që vetëm nuk bëhet me këtu. Kështu që do ikësh, do vemi në Gjermani, në Angli, në etj. Personazhe të ndryshëm, pastaj ka filluar dhe një trend tash që fillojnë rikthehen prap në përfshatra, vazhdojnë mbjellin grurin, edhe rrushin, domethënë. Pse këtë? Dhe jo këto të tjera. Kjo alternativa e ikjes njëherë e heqim, se e provova për një kohë të gjatë të ikjes, domethënë që për mua nuk ishte arratisja ajo, sepse shkova në një fazë jetës time ku thjesht po kërkoja një shkollim më të mirë. Edhe pastaj vazhdova këtë rrugtim për një kohë të gjatë, domethënë më shumë se sa një dekadë. Dhe kjo dëshira ime me të cilën kam jetuar që gjithmonë për të kthyer në vendin tim, u realizua si përfundim. Mund të duket pak kështu si romantike, pak si lirike, pak si klishe, por realisht kisha dëshirë që ta zhvilloja jetën time në vendin tim. Edhe mendoj që kam të drejtën që të shijoj vendin tim dhe të zhvillohem këtu. Edhe më ngjan e pa drejtë që të më krijon kushte të tilla që të më detyrojnë që të iki. Edhe është sikur gati me inat e kam refuzuar këtë ikjen, edhe një herë tjetër me inat. Do ta them sinqerisht. Dhe tani, të ndryshimi për cilin po flasim, një angazhim qytetar, në një protestë, në një X çështje që mund t'i përkasit e komunitetit, gjithsesi është e limituar, shkon deri në një farë pike, nuk shkon dot më tutje. E kupton, vjen momenti që e kupton që duhet të jesh pjesë e politikës, si mjeti I vërtet që është në gjendje që të bëjë ndryshime të mëdha. Po unë këtë politikën, domethënë veten time në këtë ambient nuk mund ta gjeja nga partitë ekzistuese të Shqipërisë, duke qenë se ja u dim historikun, e di mënyrën se si janë të organizuara së brendshmi edhe së jashtmi. Dhe për këtë arsye, pavarësisht saj nevojës për të bërë ndryshime të mëdha edhe për të qenë aktive, nuk mund ta materializoj asgjë. Dhe kur e pash, më doli përpara një mundësi si Shqipëria bëhet, që kishte disa figura të cilat unë I doja, një personazh si Adriatiku, të cilin e kisha ndjekur gjatë, fakti që bazoi lëvizja se sapo ishte themeluar kur unë bashkova, që bazoi në 4 pika shumë të rëndësishme që për mendimin tim janë me vërtet bazat e ngritjes së një shteti demokratik, më kupton? Që ishte hapja e sistemit, që tani është bërë temë e nxehtë,
Ne kemi 2 vjet që e themi, po tani më në fund u kuptua, kishim votën e diasporës, depolitizimin e administratës zgjedhore, edhe kjo është tashmë temë nxehtë, sepse u kuptua edhe pas këtyre zgjedhjeve se sa e rëndësishme është që të mos jenë të politizuar njerëzit që menaxhojnë zgjedhjet dhe referendumet. Dhe unë tani i pash këto 4 pika, por vishë mos flas anglisht, ishin shkonin në të njëjtën drejtim me mua, ashtu dhe njerëzit të cilët pash aty dhe thash, "Ok, ky është vendi i dur." Për këtë është që u gjenda aty brenda. Po se duke njohur njerëzit, edhe duke qenë pjesë e aktivitetit, më mbush mendja akoma më shumë. Edhe prandaj u angazhova. Shiko, për sa I përket, domethënë, le të themi kësaj dorëzjate specifike ose le të themi dritës specifike që ti e quajti që Shqipëria bëhet. Ishte kjo në një pjesë të madhe, le të themi, një vendim I marrë për shkak se një pjesë e madhe e informacionit që ti konsumohet, domethënë lidhej drejt për drejt me Shqipëria bëhet, ose drejt për drejt me Adriatic Lapaj, apo personat të tjerë që I përkisin një grupim, apo ishte kjo në fakt një diçka pa ndjenjë, një analizë kështu ku I merr të 15, ku dëgjoni, kemi 30 parti tash, nuk I numëron më njëri, ka haruar numrin, që I morën një ditë I hapë gjitha programet e këtë po, këtë jo, këtë po, këtë jo. Jo. Ajo ishte, disi ishte, nuk ishte për llogaritje fare, ishte madje unë informacionin e mora relativisht me vonesë, mund të them. Mund të ishte janë 2 javë, 2 javë, 3 javë, ndoshta që ishte themeluar lëvizja, madje më duket se kishin bërë edhe një takim, në mos gaboj. Edhe pash personazhet të cilët ishin aty, tani do ta përmend edhe faktin që se për mua është e rëndësishme të ngjaj servilizëm sa të doj, nuk më intereson. Fakti që figura qendrore që kishte bërë bashkë disa njerëz isha Adriatiku dhe për mua përfaqësonte disa vlera caktuara, thash tu duhet jetë vendi përshtatshëm për mua. Kështu e ndjeva. Shiko, unë duhet të ftoj zonjën e dashur në mënyrë shoqërore, domethënë mos të bëhesh pjesë e këtij llumit online digital që thonë që po të pëlqeu një person është servilizëm, sepse të jesh e bindur mike që janë të njëjtët persona që mbasi mbarojnë duke të çarë ty apo mua, kthehen edhe shikojnë TikTok-et e Kozakut edhe thonë se e mirë. Kështu që opinioni I popullit Il Popolos, e kupton, nuk ka rëndësi fare këtë pjesë. Ke parasysh është komplet I parëndësishëm. E rëndësishme është domethënë çfarë të bën ty të ecësh përpara, çfarë të jep ty energji. Po, edhe ti qëndrosh disa parime, patjetër, po mendimi I popullit sidomos kur merresh me politikë është shumë I rëndësishëm buçi, realisht është shumë I rëndësishëm të dëgjosh njerëzit çfarë duan me të vërtetë, jo njerëzit të cilët fshehin mbrapa tastierës e shkruajnë komentet nuk e di çfarë lloji. Është tjetër histori ajo. Po që të long story short, edhe ja ku e thash edhe një tjetër gjë në anglisht, një nga qëllimet e mia në këtë rrugë time e rritjes së vetes mos flas. Long story short, historia e gjatë e shkurtër. Nuk del gjë. Atëherë stimuli fillestar ishte ai që tash, po pastaj qëndrova aty sepse është një grup I mrekullueshëm njerëzish, të cilët nuk është se janë vetëm bashkëpunëtarë dhe kolegë, janë bërë miq, a kupton? Miq të rëndësishëm. Kjo është timi, grupi, është shumë I rëndësishëm. Të dalojmë pak tek popoloja, prap, se nuk më rrihet, mua e ke parasysh, unë I kam këto fiksime që ngjecem ndonjëherë me ndonjë temë. Tashi, duhet të mësosh nga sistemi, besoj unë, domethënë, tani edhe një njeri tani do jetë në tastier duke thënë që çfarë ti s'e ke iden fare, edhe ka shumë të drejtë. Nuk e kam iden fare, po unë prapë do të them. Tani, në fillimet e veta, për shembull, Edi Rama nuk e ka dashur njëri. Gjithë thoshin ky është I çmendur, ky është budalla, është kriminal, pavarësisht është kriminal, se edhe dim gjithçka e që ordina magjistari, pip, mos ta bëni bam për këtë. Po që ishte diçka domethënë që për kohën e vet që ishte e përçau jashtëzakonisht atë tabanin moral në thonjza që kishte Il Popolo, edhe çfarë mendonin ose si mendonin ata se duhet të ishin politikanët, dhe erdhi dikush tjetër domethënë që ishte në përmasat asaj kohe komplet skizofren, domethënë që nuk kishte lidhje fare me sistemin dhe funksionoi. Tani a funksionoi se ai ishte psikopat mjaftueshëm për të qëndruar asaj që kishte vetë, domethënë, apo se duhej ndryshimi, nuk e dim. E kupton? Po Muhammed që ka një të mesme të artë, tu që mund të ketë diku, po të gërmosh pak mund të ketë në eleksion. Edhe unë të këto të mesmet jam në përgjithësi, por mendoj tani ky perceptim për cilin ti po flisje tani, Biramën, fakti është që unë nuk e kam dëgjuar shpesh në ato kohë, kam qenë edhe e vogël të them të drejtën,
po në ato ambiente në gjimnazin ku unë studioja, dhe unë nuk kam pas njëherë simpati për Ramën, shumë e çuditshme kjo, një simpati të veçantë, konsideroj, ndoshta midis gjimnazistëve atëherë konsideroj trendi. Po të them ky këndvështrimi i rebel. Po, edhe çorapet se ishte shumë, imagjino sa antikonformiste ka qenë të vishe çorape me ngjyra në Shqipërinë e viteve 2000, çfarë them, 2000 pak. Po, edhe në Po, ta dinin ne se sa do ishti më vonë. Kishim lënë çorapit me ngjyra minjan. Si nuk kemi një orakull Delfi në kohët e moderne, ta pyesnim, çfarë do ndodhi me këtë filanin? Po kjo është e bukur, Buçi, është kur nuk e di eksaktësisht, ti ke pak a shumë disa pritshmëri për të ardhmen, po imagjino sa e mërzitshme do ishte kur nëse do dije çdo detaj të asaj që të pret. Humbet surpriza, interesi, zjarri, a kupton? Kështu që jo, ama si të tilla raste mos paçi më, si kjo që thonë. Është një soi në behar do vdiqem plasën vapi se so bien çikshin, dimër thotë na u çmend në fare duam çik diell, e ke parasysh nuk bëhet mirë asnjëherë. Kthej nga thuash. Është vërtet. Dhe se ti më bëre pyetje si ishte kjo gjë, tani të bëj një ti fus një kështu titull final. Jo titull, se s'quhet titull vjet në fund, në fillim. Titra, ç'a mund t'i vë? Nëse. Kjo eksperjenca, e komplikova shumë. Kjo eksperjenca, them të drejtën, është një nga eksperiencat më të rëndësishme, më të vlefshme të jetës time, ku me vërtet kam ndier qëllim. Ke parasysh edhe tani s'po e them prap në anglisht që qëllim. Edhe ndjen që po nuk jo thjesht po impakton jetën tënde, po përpiqesh bësh gjë më të madhe se vetja. Edhe është sfiduese. Okay. Stop, yes. Please, të lutem, stop. Se tani edhe figurë publike tani s'kemi dorash ka fare, pra asnjë lloj gjëje. Po. Cili ç'mundesh mua. Isha mirë. Cili është qëllimi yt? Politik, në të rast normalisht. Tani, çira. Në rast parë, qëllimi im në politik është le të themi të jap të paktën personalisht, duke qenë se edhe grupi me të cilin bashkëpunoj është ndan gjërat përbashkëta me mua, të sjellim një model ndryshe të bërurit politik. Unë mendoj që kjo është shumë e rëndësishme. Unë nuk mundem më të dëgjoj, e le më njam korrupsionin, keq menaxhimin etj. Nuk mundem më të dëgjoj edhe debate në studio televizive ku njerëzit nuk komunikojnë me njëri tjetrin, dhe përpiqen që t'i bëjnë hapësirë vetes duke fyer, duke sharë, duke shpifur, duke vënë tjetrin në një cep, duke sulmuar. Kjo është një indikator që të bën ty të mendosh që këta njerëz nuk kanë për qëllim të diskutojnë në mënyrë konstruktive që realisht të sjellin të bëjnë diçka. Domethënë të bëjnë diçka të mirë për këtë vend. Domethënë të ndërtojnë diçka. Është edhe komunikimi i tyre tregon që është qasja e tyre është destruktive. Dhe ne jo vetëm në komunikimin, por edhe në vizionin tonë, për mënyrën se si duam të bëjmë politik, kemi për qëllim se të ndërtojmë një vizion e ecim drejt atij drejtimi, që si e duam Shqipërinë. Bëhemi bashkë shumë veta, jo veç ne të cilët kemi punuar dhe kemi qenë deri tani te lëvizja, apo ekspertë të cilët kanë dhënë edhe kontributin e tyre, kanë dhënë mendimet e tyre, dhe në atë rast këto të gjithë njerëzit që duan ta japin një mendim, e që mendojnë që mendimi i tyre ka vlerë dhe mund të aplikohet mirë në Shqipëri, që të ndërtojmë së bashku ide tamam konstruktive për çfarë si mund të bëhet më mirë Shqipëria. Jo kush të marrë llokmën ku, të zërë një vend pune, të sajojë një drejtori, një ministri kështu me radhë, vizion. Të shohë Shqipërinë përpara, si e duam, edhe të bëjmë aq shumë njerëz së bashku që e kanë këtë dëshirën, e kanë edhe këtë zjarrin brenda, në mënyrë të tillë që po e them në thojza të infektojmë pozitivisht pjesën tjetër të shoqërisë. Po patjetër, po më lejo të lutem për disa minuta të bëj të still manning, të bëjmë pak arrogant në këtë pyetje në radhës. Mirë përpara, domethënë të kishit të gjithë shkëndijat ndezur, kishit dritën e qiririt që ju jepte vizionin etj. Po minimumi mbas zgjedhjeve nuk e kuptuat, domethënë çfarë audience keni? A nuk e kuptuat që nuk ka interes fare për mirësi? A nuk e kuptuat
që nuk ka interes për të dalë nga sistemi, a nuk e kupton që ta njerëz nuk janë viktima. E kupton se kjo është gjëja që unë kam kuptuar fatkeqësisht, domethënë fatkeqësisht, më dhëm jashtëzakonisht shumë në shpirt që vendi im, bashkëqytetarët e mi nuk janë më viktima, por në predominancë në një pjesë të madhe dërmuese janë bashkëpunëtor. A nuk e kuptua ato domethënë që po flet me murin? Po nuk është eksaktësisht ashtu. Ta them unë si e mendoj realisht, domethënë totalisht pa doreza. Tani, ne kishim pritshmëri më të larta, më të mëdha për këto zgjedhje. Domethënë pavarësisht të synimit të dëshirës madhe për 300.000 në kuti, po gjithsesi më shumë se sa aq sa morëm, që i bie 64.468 vota të vlefshme, edhe por siç e kemi thënë edhe shpesh 80.000 vullnete, sepse ka pasur shumë vota që janë hedhur në emër në vot preferenciale për kandidatët tanë, po votat PS-s pak e komplikuara, që do thotë ka pasi vullnet një qasje ndaj Shqipëria bëhet. Tani konsiderojmë edhe faktin që ne si parti politike buçi kishim 8 muaj jetë para se të hynim në zgjedhje, okay? Që do të thotë pavarësisht se prisni më shumë, gjithsesi unë mendoj, krahasuar me atë që ka qenë historia e Shqipërisë dhe me gjitha forcat e tjera politike që kanë dashur të çajnë sistemin e thonë, që kanë dalë, nuk kanë qenë pjesë e establishmentit, ne në një farë mënyre kemi shkëlqyer po ta marrësh, ti më gjej një forcë tjetër politike me kaq pak kohë jetë që ka arritur të marrë kaq shumë mbështetje. Nuk e ke. Do të thënë, nëse më merr shembullin e LSI-s, nuk është LSI-ja për të marrë shembull në këtë rast etj. Po ti marrësh. Nuk do ulim nivelin ai shumë tani. Okay, pikërisht. Kështu që në këtë kontekst rezultati është i mirë. Tani ka një problem. Unë mendoj që edhe këtu se hyn prapë në loja i punës sistemit të padrejtë. Një gjë që ne kemi dëgjuar shumë shpesh, e dëgjon edhe në kohën kur bën fushat. Që ka njerëz që me vërtet janë dashamirë se do donin me vërtet ta jepnin atë votën, po ta përmendim shumë shpesh të mikën vota dëm. Disa herë dëgjon këtë, mikën vota dëm. Po, sepse e dinë që e ndar Shqipëria në këto 12 rajone, përveç në Tiranë, ti mendon që meqense nuk ja di forcën një partie politike, thua po votova, nuk do shkoj asgjë, nuk do shkoj për ndryshim, ndoshta e het për dikë tjetër. Dhe kjo ka qenë në disfavorin ton. Unë mendoj që sot shqiptarët ta dinin se sa mbështetje kemi neve, shumë vota që na kanë ikur për të arsye sot do votonin për ne. Po e lëm edhe këtë mënjan. Unë mendoj që të lutem, të ndalojmë pak te kjo sepse është gjithmonë ka dy anë e njëjta medalje. Unë jam, domethënë unë kam pak nuanca populiste vetë si individ, domethënë, dhe po, unë nuk besoj domosdoshmërisht që duhet të jemi, domethënë, pragmatist therrës, që të themi që nuk ka shanse në Berat dhe asnjëherë mos të japim votën në Berat, domethënë, pavarësisht se unë votova, mamën e gjithë e dinin, të gjithë ndjekët e dinin se për këtë do votoja pak a shumë, por problemi që ne kemi analizuar, domethënë edhe në podcast, edhe me Klajnin, edhe me disa persona të tjerë, por edhe me tej, domethënë, që ndronte fakti që përgatitja më mirë e një force të re, domethënë, ishte të shtrikë këmbët sa kaj organin, që do të thotë të luaj në pikat e saj më të forta, gjë spektakolare që bëri Partia Mundësia, gjë spektakolare bëri Arlit Qori, me gjithë papëlqimin që mund të kenë gjithë secilët bashkë me mua, e ke parasysh, edhe luajtën ose se ti ke edhe kartën e egër, wild cardin që është Tom Doshi, e ke parasysh që s'ka bërë një ditë fushat dhe ka marrë aq mandate, e ke parasysh, dhe ata që janë më të aftë se unë nga ana politike analizës, vërtet kanë qenë të bindjes pa u futur fare pasaj të bashkimit, domethënë që keni humbur të gjithë bashkë një 6 mandate pa fri. Flasim edhe atë me kënaqësi më të madhe. Do vemi dhe atje. Po në qoftë se do ishit fokusuar në rrethet për shembull si Tiranë, Durrës, edhe Fier, duke I lënë të tjerë domethënë thjesht të pluskojnë kështu me një prezencë pothuajse falso, është e sigurt, domethënë, ose është e sigurt. Mos bëjmë tani kështu sikur jemi te FSI-u, po
ka një shans jashtëzakonisht shumë të madh që më vërtet mund të kishit korrur një se është fatkeqësi mos të dali Azmer Duleviçi në fierë, kupton, është një nga tragjeditë e këtyre zgjedhjeve, ka parasysh një person aq i përgatitur, e kupton, me aq input produkt që i ka dhënë shoqërisë, edhe falas, edhe njerëz sa ka mësuar, edhe prap me nder muhabetit ka qarë bythën me lloj ignoranti, domethënë për internet, dhe prapë ka dhënë mesazhin e tij, ka pasur temat e tija dhe në fund se del dot. E parasysh? Nuk ka, domethënë, mua nuk intereson fare çfarë ndodhi në Tiranë, e parasysh se unë kam një apati për fokusin vetëm drejt për drejt të Tiranës, se Tirana mund të jetë gjysma e Shqipërisë, por prapë gjysma tjetër, e parasysh? Po, pikërisht. Shumë rëndësi të madhe. Pikërisht. Dhe ishte vërtet domethënë që ti buçi ke shumë të drejtë. Kam kaluar emocionalisht, unë jam goxha fan si Azmerit. Bile madje më shumë se sa kam qenë ndonjëherë për Adriatikun, sepse Azmeri kisha pasur rastin ta njihja nga produkti, pa njohur fare se kush ishte, pas edhe kontakte, domethënë vetëm duke patur par materialin, më pas bëm një episod folëm aty. Pikërisht, po kur bëm një episod atëherë domethënë që mëtova pak mendjen edhe kuptova se si funksiononte si njeri dhe i kishim goxha shumë vlera të përbashkëta domethënë. Okej. Kur tha që do bëj këtë gjë pa mas, shumë i gëzuar edhe për vërtet prisa domethënë një fokus. Edhe të gjithë edhe një herë, se po mundohem të shikon edhe live njerëz, Serbi. Një pjesë e madhe njerëzve vërtet mendojnë domethënë që nëse do ishte përqendruar forca, siç përqendrohet pesha e një femre të bukur në taka, do kishte bërë një vërim më të thellë se sa me atlete. E parasysh me të njëjtën peshë, kaq e thjeshtë është. Jo, kjo që thua ti është e bazuar në fakte dhe në realitet, domethënë të gjithë dimë që po ti kishim rënë lapsit, do kishim korrur një rezultat tjetër në këtë sens, që ndoshta do kishim nxjerr, do kishim nxjerr mandatin e Fierë, do kishim nxjerr mandatin e Vlorës, se ne ishim shumë pranë mandatit, edhe në Vlorë gjithashtu, jo vetëm në Fierë. Mund kishim nxjerr 2 në Tiranë, por nuk e bëm këtë tani me vetdije, mund të konsiderohet naivitet pa mungesë eksperience, por kur të them që ne kemi projektuar këtë si lëvizje të madhe, me idenë që të bëjmë bashkë shqiptarët, të krijojmë një frymë kombëtare. Kur e kemi thënë e kemi zbatuar realisht, ne kemi shkuar në çdo cep të Shqipërisë, në çdo cep po them, në çdo qytet. Dhe e vërteta është me qenë se qëllimi për më vonë, dhe do e shohim në të ardhmen do japi frutet e veta kjo. Do japi frutet e veta. Po është dëshirë të përfaqësosh gjithë shqiptarët aty nga do që janë, edhe mua nuk më pëlqen asnjëherë s'më ka pëlqyer ky. Është tamam stil alla parti klienteliste. Domethënë nuk ka një gjë të keqe. Po është strategjia që aplikon siç e the ti PSD-ja. Është fokusohet aty bam-bum. Shiko, po kanë më shumë fuqi pra. Luana, djo, zemra vëllai, se nuk do ta them kot, domethënë. Ideja është unë jam i njëjtit mendim me ju. Unë jam i njëjtit mendim me ju, domethënë. Jam goxha romantik për këto lloj gjëra, po historia mijëvjeçare e njerëzimit, sa kemi ne të dokumentuar për libra, ka treguar që martirët bëjnë një legjend apo histori të bukur, po asnjëherë shtet ose rregull. Ky është problemi. E parasysh dhe mahamendja më shumë se sa rrëfimi që ne bëm këtë gjë, që është jashtëzakonisht shumë sublim dhe kërkon domethënë respektin kategorik të padiskutuar me vete, po më shumë se sa kjo mund të kishte sjellë një mandat më shumë, e kupton? Mund ta kishte sjellë një mandat më shumë, po tani kanë pros and cons, domethënë, okay, në këtë fazë të parë mendoj që kjo ishte lëvizja e dur. Ndoshta një deputet më shumë, okay, do kishte qenë e mrekullueshme nëse do ishte edhe Azmerin përfaqësuesi Shqipëria bëhet në parlament. Ndodhi kjo që ndodhi, duhet edhe nëpërmjet eksperiencës konsideruar të gjitha faktorët në tavolinë. Po ne në atë fazë tonën e menduam të rëndësishme që të ngrinim frymën në nivel kombëtar. Dhe po pastaj ti ke të drejtë, ajo është e vërtetë, domethënë që nëse se ti përqendrohesh duke konsideruar këtë sistem totalisht të padrejtë zgjedhor, domethënë duhet të kishim pas më shumë mundësi, po të kishim bërë llogaritë si thua ti, po. Për që aty brenda, me ata të tjerët. Nuk e mohon njëri atë tani buçi. Shpreha ime e preferuar të vitit 2023 ka qenë gjithmonë sepse unë jam inxhinier. Që kupton vetëm thjesht mënyrën e shikimit të gjërave, ose unë kam ndonjë gjë më të mirë se të tjerët.
Ideja është që këtë kemi, e kupton? Në këtë kuvend jemi. E kupton? Edhe ose në këtë vend jemi, kështu ta bëjmë kuvendin do edhe zhvalla. Në rregullat e lojës do thua ti, bën mirë ti njohësh apo jo? Duhet që të kesh, le të themi, një fraksion të madh në këtë pogonishten që të po hedhin të gjithë, që të mund të influencosh të gjithë ritmin e valles, e kupton? Që ta kalosh nga 3 hapa në 2 me vrapim pastaj, e kupton? Po, tani më thuaj ti, nuk është shumë interesante të mendosh që ne kishim 4 pika dhe një nga ato pikat, për që kemi luftuar im quhe edhe propozimin, për hapjen, për listat e hapura, për ndryshimin e sistemit, që të mos jetë i tillë. E kemi pas një 4 pika, 4 pika është goxha limituar krahasuar me programin që pastaj zhvillua më vonë, edhe si përfundim u bëm shembull i perfekt për të treguar që ajo që ne konsiderojmë të rëndësishme, që është sistemi ndryshe, është një nga kauzat që duhet kemi në fokus politikisht. Realisht është se ti imagjinon do 64.000 njerëz kanë vetëm një përfaqësues. Po është totalisht e padrejtë, është një shtrëmbërim i vërtet, është një shtrëmbërim, është kështu. Në më po e ka bërë ai filani siç i thon kosovarët, siç i konvenon. E kupton? Konvenon. Po, edhe ne e përdorim këtu në. Është një ato fjalë që mund të quhet shqip tashmë. Jo nga ato fjalë që themi neve, long story short. Po se kur ndodhi Shqipe dardane, domethënë, konvenon. Dhe për se desha të thoja edhe një gjë tjetër. Po nuk e di, çfarë pyetën fillim? Pyeti diçka, dhe më parë që kisha një gjë të fundit për të thënë. Po, shqiptarë që nuk ka dhënë mjaftueshëm mbështetje. Edhe është që Buçi, si çdo gjë tjetër e rëndësishme në jetë, kam mësuar këtë edhe nga eksperjenca ime personale para politikës. Punët e mëdha nuk realizohen sot për nesër, nuk ka bam. Kjo është rrugtim. Rrugtim ti het farën e parë sot edhe duhet punosh mbi këtë projektin që ke në mënyrë të tillë që të rritesh. Dhe po të marrësh edhe shembuj të tjerë nëpër botë, përveç se një parti shumë çuditshme që ndoshta ka qenë edhe pak, ka dhe raste demokratike, po flasim kryesisht raste jo shumë demokratike, të partive që kanë ardhur më një herë në pushtet. Që do të thotë na duhet këtu konsistencë, qëndrueshmëri, edhe punë përpara. Nuk bëhen gjëra sot për nesër. Realiteti ky është. Në rregull, tani. Të kthehemi çik tani se nuk është se ja vlen për ta diskutuar, domethënë që pse qysh tek se e dim që ç'a ndodhi, por që të paktën a kishte një reflektim mbi vetveten të koalicionit që për mendimin tim ishte gjysmë koalicion, se do ishte koalicioni plot, do ishin gjithë të vogla të tjera. Që sa herë bënte Buçi llapa edhe çdo lloj personi tjetër, domethënë që bënte një koment, ore mblidhuni, të paktën nga pas e kuptua që ishte më e madhe se sa tekat e Arlind Qorit apo një nga pikat e Shqipëria bëhet, se ishin minimumi, ai si Amini ka bërë spektakolare me numra përqindje të tjera. Po, shumë i këndshëm ai emisioni, ai që titullohet thjesht apo jo? Shiko, kur është në emisionet e tjera e ftuar, unë sugjeroj dot atë, më duket si një mi në një stall qepësh, po që kur bën to gjërat e analizat nuk është simpatik si Amini. Gjithsesi, jepi të Cezarit që ai takon Cezarin, këtë e ka bërë shumë mirë, atë e bën shumë mirë. Edhe ai kishte analizuar domethënë me lapse me letër që minimumi 7 mandate domethënë kanë. Me fiks me ajë sa mor, pasi vot tjetër domethënë. Ti këtu ke shumë të drejtë, po tani ti ke qenë dëshmitar i këtij evolucioni, çfarë ka ndodhur me partitë e reja, të vogla. Ai i ke parë, i ke ndjekur të gjitha, se ti je shumë interesuar për aktualitetin e Shqipërisë. Tani e di çfarë është e bukur. Edhe kjo për të përmendur edhe një herë tjetër që gjitha vendimet aty që i takojnë lëvizjes merren në mënyrë kolegjiale. Ne kemi vendosur së bashku me shumicë votash dhe kemi rënë dakord që do bashkëpunoni me partitë e reja politike. Dhe e kemi kërkuar. Dhe tani personi i cili na përfaqësonte ne, që ishte kryetari i partisë, i cili ka qenë edhe i pranishëm edhe mediatikisht, e ka thënë në mënyrë të vazhdueshme. Domethënë sa u bë ajo shtrirja e dorës, domethënë u bë dhe batu, shtri dorën, u shtri dora ju kput fare. Domethënë realisht ne kemi kërkuar bashkëpunimin, por mbrapsht kemi marrë përveç me nismë thurje me të cilën u krye bashkëpunimi me sukses, mbrapsht kemi marrë të kundërtën e bashkëpunimit.
Asa unë në disa momente, do si njeri e ke parasysh që desh edhe të mësoj pak në atë që është ambienti politik. Se unë jam kështu, kam atë tendencën për t'i marrë gjithë, për t'i konsideruar si të mirë, si të dashur, si kur sa kanë me të keq. A kupton, derisa të japin Patjetër, sepse ne jemi qytetarë. Ai e djathtë, zonjë e dashur. Nëse je djathtë, çdo njeri është i mirë deri në momentin që provon të kundërtën. Ashtu. Edhe jo vetëm në aspektin ligjor, por edhe në aspektin social të bashkëveprimeve. Po patjetër. Edhe unë me këtë mendime, me këtë dëshirën e madhe për të menduar që të gjithë janë të mirë dhe duhen të bashkëpunojnë për të mirën e Shqipërisë. Tani unë e kuptoj që mund të ketë edhe arsye të tjera që mund të lidhen me llogaritje ngushtësisht politike, që për shembull njëra parti do të testojë vetveten dhe mendon këtë më të rëndësishme se sa të japë një kontribut të madh për Shqipërinë, duke krijuar një front të madh. Por të arrish deri në pikën sa të sulmosh pa vend kolegun, po i quaj kolegun, më ngjan realisht absurde. Ai sa pësoha në një farë mënyrë një lloj zgënjimi që më gjatë vetja dhe më gjatë si budallik kjo gjë, që si mund të mërzitesh, nga një personazh tjetër politik ose me një parti politike. Sigur një njerëz se se nuk i pret disa gjëra. Ose nuk po tallem, domethënë kjo e thën nga një person si puna ime, se un jam si jam, më kupton, ka njerëz që thonë, kjo është xhungël dhe hajde bjeri njëri tjetrit, shpif, shaj e kështu me radhë. Po, mirë. Ata i lëm atë të cepi lajë duke ngrënë fara, s'ka problem. Domethënë un prap mendoj që bashkimi është i domosdoshëm edhe bashkëpunimi, jo bashkimi në vetvete, se s'ka nevojë të shkrihemi neve, mund të ruajmë identitetin secilit vetin, po të bashkëpunojmë, sepse pikërisht për atë që e kish përmendur edhe zoti Seamini tek analiza e tij, duke qenë në bashkëpunim do kishim mundësuar një përfaqësim shumë më të madh në parlament. Shumë më të madh. Por nga ana tjetër, edhe një bashkëpunim, nëse palët e tjera nuk reflektojnë edhe nuk ndryshojnë qasjen ndaj nesh, unë s'ke çdo. Imagjinon çfarë të them ti buçi, hajde puno me mua, edhe ti të më shash mua. Po ti ku nuk do martoj me ato. Ideja është që kupton thjesht sa të fuzësh këmbët, pastaj free for all ai në parlament për çfarë do që fitu deri zë të tjera. Shumë bukur. Po e ka parasysh ka fshojën që gjuan, e ka parasysh mbyllin një veshje. Kjo vlen për gjitha palët, prandaj po them, duhet ta them ty. Nuk tregoj nuk drejtoj gishta asnjëherë, domethënë se është një gjë e kaluar, është e pa kuptim, domethënë nuk mund nxjerr një produkt duke diskutuar. Thjesht, nëse e kishin harruar, kjo që ndodhi, e nënvizoi, e bëri bold, italic, i vuri dhe vjen poshtë që është e vetmja rrugë për të dërmuar atë sistem, domethënë që po i të gjithë. Patjetër. Jam shumë dakord, edhe unë prap mendoj që në atë drejtim duhet ecim, po duhet me sqaruar ca gjëra. Se edhe të vi unë të them ti Buçi podcast, se po ta them emrin mbi emër. Ti bashkëpunon me kriminalët dhe nxjerr ca dokumenta dhe BSH e PSP, shive këtu, shive shkruar këtu, ti bashkëpunon me kriminalët, ti ke bërë këtë atë, priti sekondë thua ti, po prit se un kam një dinjitet, çfarë do bëj, do të lë të nuk funksionon ashtu. Apo jo, se robi çka ka cipën ka në këtë jetë. Normalisht. Etjer. Lufta brenda llojit është më e egra. Brenda llojit në këtë rast partitë e vogla domethënë. Po që kërkon një farë lloj qasje tjetër. Po jam shumë dakord. Disa persona domethënë që i përkasin fraksione të tjera të vogla dhe të reja, nuk e kam pasur këtë martirizimin në të themi romantikën e politikës fare të mendje, domethënë të paktën 2 nga ato kanë qenë gjitha me laps me letër deri në pikën e fundit, me 3 shifra bas zeros, edhe bas zeros edhe shumë bas presjes, 3 shifra bas presjes. Edhe normalisht aty nuk përputhet jo vetëm ideali dhe mënyra të bërjes politike, domethënë, po nuk përputhet as domethënë formaliteti. Metodologjia e përditshme politike nuk përputhet më domethënë. Nuk kuptoj, janë tashmë jashtëzakonisht shumë qarta për gjithë ata që e kanë ndjekur, domethënë që pse nuk ndodhi ajo që donin shumica, e kupton, por mbase për gjitha palët. Le të shpresojmë ne, të gjithë së bashku që jemi jashtë kësaj, domethënë që të kenë në vend 2 mend në kokë, domethënë që Shpresoj që po.
Jam me ty në këtë. Jam edhe këtë dhe përktheva. E përktheva këtë nga anglisht, ja kuptova që nuk mund të ses. Buçi, nuk mund të flasim në anglisht. Këto janë tash, disi janë këto huba kot fare tash, domethënë se kemi kaluar ne thjesht bëm atë për mbledhjen tonë për të kuptuar dhe për çfarë flasim ne, domethënë që nuk po pëllasim kot. Ajo çfarë më intereson mua dhe jam i bindur do interesoj edhe shumë njerëzve është që eksperienca jote drejt për drejt personale si një njeri nga jeta, domethënë jeta jote që ti ke bërë shkollë me një vend, ke vajtur në një vend tjetër, ke arritur diçka, më pas ke punuar, pastaj ishe edhe pjesë e akademisë, ama akoma nuk e di këtë pjesë tonë. Pikërisht. Ke në dorën tënde, le të themi, minimumi humorit e përditshëm të studentëve, por mbase edhe jetën e disave, varet sa rëndësi ka për ata lënda. Nga të gjitha këto gjëra që në fakt, të themi të drejtë, Luana, mund të jenë shumica, domethënë, për shkak të aftësive të tua, fryti i punës tënde, por është edhe një fat i madh. E kupton se kështu kanë qejf njerëzit. Kur ecin gjëra mirë ke fat, kupton? Kur të ecin gjëra të keqe ke fajin vet. Kështu që ti nuk është se ishe një person që siç jemi mësuar në rëndom që s'ke ça bën, varësisht ta marr ndaj punojmë në drejtori, bëjmë ndaj lek, tash i marr ndaj kof shviçi, ca qumça edhe ikim, e ke parasysh? Dua, domethënë, detaje specifike, personale, humane nga përditshmëria, domethënë, sidomos çfarë gjë më e bukur, çfarë gjë më e vështirë, cila ishte gjëja që të ku dëgjon të përmbushje emocionalisht, ose gjëja që të rëndoj, ose që të bëri të dridhesh nga frika, apo ku dëgjon. Kështu gjëra është dua. Kjo vdesin për to gjëra. Ta kesh parasysh. Prit se të dridhem nga frika, ngarkuar emocionalisht, lodhur fizikisht, të them një ato të bukura dhe pastaj të them këto të tjerat. Okej, tani e nisim bukur, po. Atëre. Një nga eksperiencat më të bukura, në fakt të filloj dhe një çik në lidhje të shpjegoj pak rrugtimin tim shumë shkurt. Kam qenë aktiviste fillimisht, televizja, pastaj nëpërmjet. Pse më kemi reklamën e që shkurt gjatë? Gjatë. Shumë. Po, dhe pastaj pas një procesi të brendshëm zgjedhjesh, votimi, e mendova shumë gjatë buçi, vendosa të kandidoja për në kryesi. E mendova shumë gjatë, se realisht shihja që unë si aktiviste isha shumë angazhuar, po shihja ata të cilët ishin te grupi qendror që ishin tejet angazhuar dhe kishin as pak kohë të ngelur për veten e tyre. Edhe jam menduar shumë gjatë. Mata mirë situatën dhe vendosa që ta bëj dhe pastaj u votova për të qenë pjesë e kryesisë. Dhe normalisht siç e thash edhe paraprakisht, u shtuan shumë aktivitetet jashtë masës dhe detyrat, të cilat më ngarkuan. Dhe po të them nga momentet më të bukura, dy gjërat më të bukura që kam vlerësuar në gjithë rrugtimin, një që më duket sikur e njoh më mirë njerëzit e vendit tim. Ndihet sikur unë e kam ndier gjithmonë lidhjen fort me Shqipërinë. Edhe ta kam thënë duke thënë përpara, që atë lloj lidhje që ndjej me duke fol shqip me njerëzit e vendit tim, pavarësisht se unë jam tip shumë ekstrovert, edhe social, nuk e kam ndier ndonjëherë jashtë. E kam ndier me miqtë ngushtë patjetër, po jo, nuk atë ndjesinë e përgjithshme, atë ndjesinë e përgjithshme që përket. Këtë ndjesi unë e kam shumë të fortë në Shqipëri dhe më është forcuar akoma më shumë, më ngjan akoma më shumë shtëpi. Dhe është sikur duke ndalur një ditë me njëri, një ditë me tjetrin, rrugës, duke ndar ftesa për në takime, duke bashkëbiseduar për halle probleme, duke ndar eksperjenca, e disa shumë që afrohesh. Edhe merr pak nga botkuptime të ndryshme, nga backgrounde të ndryshme, nga njerëz që i përkasin që vijnë nga histori të ndryshme, nga krahina caktuara të Shqipërisë. Edhe kjo realisht më duket sikur e kam njohur më thellësisht Shqipërinë. Edhe kjo gjë më bën të ndjem shumë e plot, më e plot se më përpara. E dyta, emocion spektakolar, takime në diasporë. Do të thënë dashuria që merr nga njerëzit edhe drita në sytë e njerëzve që e kanë lënë Shqipërinë dhe nuk kanë dashur ta lënë, është kaq e fortë dhe kaq e madhe dhe shumë gjithëpërfshirëse. Edhe është atë dashuri e pastër, Dhe këtë kam pasur mundësinë ta përjetoj për shkak të këtij angazhimi politik.
Dhe tjetra pastaj në aspektin personal, le të themi që kur del nga comfort zona, se ti e di unë s'e marr një herë me këtë punë përpara, detyrohesh edhe në këtë rast cik në mënyrë të përshpejtuar që të përmirësohesh në disa drejtime. Po kupton? Duhet do s'do të bën sfida e përditshme të bën të përmirësosh aspektet caktuara të vetes, edhe ndihe më e rritur në këtë mënyrë. Ndoshta edhe në këndvështrimin e komunikimit mund të jenë përmirësuar, por shumë nuk e di, shef ti në ndryshim, ndoshta s'ka një ndryshim, por që mendoj që në këtë drejtim kam lëvizur, kam ecur përpara. Në shumë aspekte, se ta do puna, edhe ritmi shumë i shpejt që të shapin e radhës për të bërë më mirë. Më kupton? Pastaj sfida, ta nis me sfidat, apo Jo, do vemi te sfidat. Po shiko, aty ke të drejtë, më thënë, diçka që njerëzit nuk kuptojnë se shiko, unë mendoj që se nuk duhet të ndërprisja pak më përpara se ishte në vazhdin e fjalisë, domethënë, një 10 minuta që rekorde përpara. Kur po thoshë që nuk e kam pasur asnjëherë dëshirën për të marrë me politikë, domethënë. Kjo më ka nevojë pak për sqarim ose le të themi duhet të kuptojnë njerëzit backgroundin tënd që ku ke qenë çka ke bërë, domethënë se pse kjo vlen edhe pse është e vërtetë. Se njerëzit janë mësuar zakonisht me çdo lloj individi tjetër që thotë këtë lloj gjëje, po ka qenë që dedikohet aty, edhe që nga mosha 19 vjeç që ka qenë me freshin apo leshin apo preshin çka ka qenë atje, domethënë. Kështu që ata automatikisht gjatë gjithë kohës atje ka pasur mendje. Domethënë, ndryshe nga ti që ke bërë disa lëvizje jo vetëm gjeografike, domethënë, po edhe për sa i përket drejtimit se ku do shkojë intelekti jot, në cilat inka, le të themi, do të derdhet. Kështu që në këtë rast vlen, por ajo çfarë mendoj unë se është e rëndësishme në këtë rast për ty ishte ky rrugtim politik, po për njerëz të tjerë do jenë diçka të tjera, për mua është ky podcast për shkakun ose diçka tjetër që unë jam duke punuar tashmë në background që është pak më specifike me drejtimin tim. Kënaqësia që një individ merr, se këtë nuk kuptojnë njerëzit, ose unë e marr, shiko. Mahamandja dhe juve mund të keni pasur komente ato kohë, domethënë kur bëret një gjë. Kënaqësia që merr një individ kur i përmirëson jetën dikujt në mënyrën më minimale, ose le të themi ndryshe në mënyrën më idiote të mundshme, thjesht duke i bërë shoqërim dikujt në kufje, në vesh, të ulur në autobus, është e papërshkrueshme. Unë nuk arri ta përshkruaj me fjalët e mia, domethënë se si ndihem unë kur bile kush në fundin e Shqipërisë, domethënë ishte hera e parë që më njohti dikush në rrugë, ishte shumë cute, domethënë, ishte hera e parë në gjithë 4 apo 4 vite sa u bën, domethënë. Edhe është diçka tjetër. E kupton? Se unë mendoj se jemi akoma të dy me këmbë në tokë, të dy dim që jemi njerëz normal, të diku thjesht kemi vizionet dhe dëshirat tona, dhe kur një person i tretë i panjohur, domethënë ka një farë lloj respekti të ndërtuar mbi punën tënde, jo mbi çfarë ti ha apo ku e pi birën. Nuk arrit ta kuptoj këtë lloj kënaqësie, domethënë as edhe kësaj normalisht nuk mund ta shpjegoj me fjalë. Është diçka e paimagjinueshme, por prandaj edhe mua më ka vajtur kjo këtu duke i thënë njerëzit që në çfarë lloj momenti të keq të jetës, mund të jesh në majtë të skelës, mund të jesh në një puset duke e hapur se është bllokuar, duhet që gjithë secili të gjejë diçka që atë e përmbush, sepse kënaqësia që merr në arritjen e një qëllimi sado të vogël, është krahasimisht orgazmike e një arritje që mund të bëje nëse të jesh pjesë e një korporate. Mund të bësh dealsa me nga 1 milion apo 10 milion euro, edhe janë lekët e tjetrit, edhe po e bëre ti, po that much you can go. Ka një kufi ku bësh gjë, ose thjesht mund të bësh një çezm prej gurit të shtëpia jote, edhe ke kënaqësi 1000 fish. Se sa çdo lloj dili që mund të bësh në emrin e dikujt tjetër. Edhe mua më bëhet jashtëzakonisht shumë qefi dhe përgëzim, pavarësisht çdo lloj gjëje, domethënë. Edhe çfarë do mendon njeriu? Përgëzime të thella, të sinqerta, gjithë përfshirëse, vetëm që kishe aftësinë, qetësinë mendore, por edhe nuhatjen e mundësisë që pe diçka që ty të frymëzoj, edhe thej që tafti bafti
Kjo e dem në njerë jetojmë të e bëj këtë. Ku të vej, le të vej, thaj. E ke parasysh? Kjo është ajo mendoj unë që është më bukur se sa çdo lloj gjëje tjetër dhe i ndan humanët me shpirt nga kavarozat bosh, domethënë që thjesht për të pirë gjithkohës. Sa i mirë, faleminderit. Jo, në fakt është unë gjej kuptim plot, no? Për mua është plot me kuptim. Kjo iniciativë dhe kjo punë, dhe kjo rrugtim. Kështu pra, e kupton? Ti gjysmën e gjës e ke mbaruar, e kupton? Domethënë 50% ti e ke në xhep. Në momentin që ti kjo gjëja të përmbush, domethënë gjysma e misionit është përmbushur, ke më shumë energji për të kanalizuar te gjysma tjetër. Që është arish misionet, qëllimet që mund të ketë gjithë organizata, pikërisht. Që ai impakti pastaj, okay, u njohëm me njerëzit, i çam hallet njëri tjetrit. Ne propozojmë diçka, i kërkojmë besimin, na mbështesni. Ne shpresojmë që të jetë mjaftueshëm që pastaj ta zgjidhim atë filan probleme, mos ngelet kështu në ëndra, në dëshira edhe thjesht bëj muhabet kot, domethënë materializohet. Është shumë e rëndësishme kjo, po tani edhe duhet me qenë me këmbë tokë, ai lapsi që diskutuam që pari, edhe një çik laps, domethënë duhet në këtë sens, gjithmonë duke qëndruar parimeve edhe vlerave, por çik nga bëra i lartë, të gjitha duhen nga çike, kupton? Nuk diskutohet fare. Nëse kalojmë te sfida, kalojmë tek sfida. Dale. Ulim çik drita ta bëjmë çik suspans. Praf, ti. Ua, e pas kemi buton, e ke butonin aty te tavolina? Kemi edhe kështu. Unë kam aty, nuk e kap, do duhet të dalë nga kamera që ta fik. S'ka gjë. Vëmendje miq të dashur, tashmë te sfidat, e gjërat më të errta që ato që të cilat juve ju pëlqejnë më shumë, domethënë, më shumë se kur e shikoni robin mirë, keni qejf kur është robi keq. Le të futemi në to. Të kështu sfida ka më pak, me thënë të drejtë, sfida më pak, në momente të vështira. Po le të themi ajo çështja që thash më përpara, dalja nga zona e komfortit rezulton shumë pozitive, i ka produkte shumë pozitive, derisa të arrish aty jenë siklet, që do të thotë imagjino për shembull të duhet bësh një intervistë sado e thjesht në një televizion, dhe s'ke qenë ndonjëherë në një televizion, po të marr një shembull, ose imagjino pavarësisht se ke shumë ide. Po ti ke qenë në televizion, ti ke qenë në Buçi podcast, çdo televizion. Nuk vlen. E kam ka përgjigjer, po është e vërtet. Jo, ka qenë para përgatitse, në shumë vërtet. Por jo, ka një gjë se me ty është një rehat, është relaks, se diskutoam më përpara, kurse nice, edhe e lëm këtë. Por imagjino pastaj edhe sfida që pavarësisht se unë eksperiencë për të folur në publik kam pasur, sepse kam pasur auditore edhe të mëdhaja më përpara, me student ose në konferenca ku më është dashur të prezantoj, është një tjetër kontekst ai i të folurit në shesh përpara nuk e di sa njerëzve. Është emocionuese, është e fortë, duhet të jesh i përgatitur dhe të tregosh seriozitetin e kauzës tënde. Mendoj janë disa kjo dalja pra nga zona ku jam mësuar. Po, pastaj tjetra, shife, edhe ta themi të vërtetën, pavarësisht bukurisë është fizikisht është goxha e lodhshme, sepse ne kemi pasi intensitet aktiviteti politik për një vit sikur të ishim fushat. Partitë e tjera politike filluan një muaj para të bënin takime, të bënin edhe takime publike, ne kishim një vit, domethënë që merreshim, bënin vetëm këtë punë. Dhe praktikisht ngjilet shumë pak kohë edhe për të pushuar në një farë mënyre. Shumë, nga këtë sens është ka nevojë që të shpenzosh shumë energji, realisht. Edhe tjetra pastaj, edhe kjo është ajo që ndoshta më të helmon pak, se këto të tjerat përballojnë, nuk janë një problem i madh, domethënë janë gjëra minimale. Po e helmimi të vjen nga këto që po thoni më përpara, këto sulme që ti si pret thua, si është e mundur, nga si erdhën këto. Çka këta njerëz, çfarë kanë këta me mua, nuk e kuptoj. Edhe kur them me mua, jo mua konkretisht, se s'ka pas një interes të mos sulmoj mua personalisht. Po në këtë rast Adriatikun, me qenë se është figura kryesore dhe Shqipëria bëhet në përgjithësi, më kupton? Po. Dhe edhe nga që janë realisht të veshura me negativitet, me të smirë, nuk e di si është e mundur ndonjëherë çuditesh nga shëmtia e gjërave që mund të prodhojnë njerëzit sepse duan të bëjnë keq. Edhe kuptojnë që ambienti politik, në fakt po flas aktorët politik të tjerë, janë shumë agresiv, është shumë ambient agresiv, shumë jashpër.
edhe ndonjëherë edhe komentet që edhe të paguara, e ke parasysh është armata e njerëzve mbas tastierës, të cilët e kanë për Ato e kam detyrë hequr me atë kurrizun punë. me reporte, kështu që e di kuptoj shumë mirë. E shpife nga të gjitha llojet, gjë më të vogël, e ka pagu ky, siç mund ta imagjinosh, domos sulme të kota edhe historia të pavërteta nga të katër anët. Tani ajo, imagjino që unë se kam pasur në kurriz personalisht, nuk kam pasur të tilla sulme. Po thuat, po ç'kan këta njerëz? Po pse kështu është politika, kështu bëhet? Realisht. Edhe kjo pastaj, domethënë sa të mërzit, thua, okay, meqense që ka kështu, po e bëj lëkurën sholl edhe s'po mërzitem më nga kjo lloj qasje. E ke parasysh herë tjetër që kështu funksionon ka me sa duket. Po kjo ndoshta është një nga aspektet më të shëmtuara të. E kuptoj. Kështu buçi. Tani nuk e di, ndoshta ka edhe të tjera, po s'po më vjen ndërmend. Unë se dali nga avash avash, po nga 1/10 sa u mërzit ti nga rezultati dhe sa u mërzit i gjithë grupimi. Reale, domethënë, e ke parasysh. Reale. Të them një gjë, e di që unë nuk u mërzita shumë në sensin që si fillim, unë kam qenë vëzhgimje në rreth parë. Edhe kisha një zazën 38 që është në Tiranë, të cilët duhet ta supervizojnë në një farë mënyre. Ishim të gjithë vullnetar, siç mund ta imagjinosh, televizës. Edhe fillon numërimi dhe shef, kurse ku dëgjon PS disa herë të kap një kështu si një si trollosje thua, mos përsëri, çfarë po ndodh, e kupton? Si erdhëm përsëri këtu. Po pastaj, meqense është edhe ky miku Dora këtu. Është edhe ky hype kjo gjallëria që merr kështu para zgjedhjeve, që të bën të presë shumë më shumë se sa është realiteti shqiptar, pastaj fillova dhe ta kuptoja, zbrisa me këmbë tokë dhe të thoja që me veten time që realiteti jon ndoshta nuk mund të prodhoj më shumë se kaq për momentin, në favor të Shqipëria bëhet. Edhe aty isha realisht me këmbë tokë dhe kjo mërzia më zgjati pak orë, kisha një moment shumë të shkurtër që thash shumë të shkurtër, se më ndodhin këto ndonjëherë kur ndodh një gjë realisht shqetësuese skandaloze, që do iki prapë. E thash aty, pata një moment, do iki prapë. Po nuk më zgjatin më këto. Po kësaj radhe më zgjati çik më shumë se herë të tjera, kjo do iki prapë. Do të shkoj deri gjithë të morë gjë e tillë. Po pastaj zbrita me këmbë tokë dhe realisht e ridimensionova dhe e kuptova rezultatin në raport me realitetin shqiptar të tanishëm. Edhe më bëri të kuptoj që nuk ishte rezultati i keq, ishte rezultati i mirë, se ti je forcë tretë politike në vend. Domethënë, dolëm nga hiçi, jemi të rinj fare të freskët, po është super. Super, edhe aq super nuk është, domethënë mund të ishte shumë më super, por nuk është rezultat i papëlqyeshëm, të deshatoja. Edhe përgjithësi këtë qasje kemi pasur në përgjithësi, po them në vija të përgjithshme, grupi është ndjerë në mënyrë të ngjashme, jemi ndjerë në mënyrë të ngjashme. E kuptoj. Sepse ti je akademike, thënë unë e kam qef domethënë vetë korrigjimin dhe duhet të nervizojmë jo autokritikën në kohën e larqoftit, por rishikimin e procesit në lidhje me rezultatet, çfarë mendon se mund të ishte bërë më mirë, që kishte edhe mundësi që mund të ishte bërë më mirë, që duhej bërë më mirë. Tani o buçi, pra aq pak kohë që mund të kishim bërë më mirë, të them të drejtën, nuk shoh ndonjë përveç kësaj për llogaritjes që the ti, që të kishim vendosur me ndërgjegje që të bënim ato llogaritë edhe të ishim fokusuar më shumë në Tiranë ose në Fier ose në Vlorë, nuk do gjeja në një gjë tjetër që mund të kishim bërë më mirë. Mund të kishim bërë më mirë thamë më përpara, të kishim bashkëpunuar së gjithë, po ajo nuk vari vetëm nga neve, kështu që e lëm më njanë atë. Kështu që për të nxjerrë numra më shumë, jo në aspekt votash, por në aspekt domethënë mandatesh, ajo mund të kishte qenë. Por gjithsesi mendoj që në fundit ja vleti më shumë sepse nxorëm në dritë disa probleme serioze të sistemit.
Kjo është kryesisht. Ka qenë Në qoftë shumë do rikthehesh. shumë intensive. Po. Më thuaj. Jo. Në qoftë do rikthehesh përsëri në vitin 2023, do I futesh prapë kësaj meseleje duke ditur çdo lloj gjëje që di tani? Po, patjetër. Unë e shoh në rritje këtë gjën. Jam e sigurt, domethënë nuk ka përveç se kam thënë disa herë, përveç se po ndodhen një gjë madhore, normalisht puna të nxjerrë në dritë. Po punove, diku do dalësh, do ja shofësh hajrin investimit. Edhe kjo me punë bëhet. Unë e shoh kështu. Tani shpresoj mos jetë shumë kështu, të jetë pak më kështu, por që normalisht. Jo, patjetër, pa diskutim. Po unë nuk mundesh, domethënë, e di si është puna, nuk ka alternativë tjetër. Është realisht ndjesh I detyruar, se edhe më duket se edhe po ndejte pasiv ndonjëherë, sikur në këtë situatë në cilën ndodhemi, është në favor të tyre. Kjo punë e votës, si pas votove, pastaj në numra do shkojnë ata që votojnë PS-n, si përfundim do nxjerrin Rama me 83 mandate. A kupton? Edhe kështu si e ndjej unë, më duket sikur po nuk fola, më duket sikur I bëj, domethënë, mbështes ose favorizoj ata që na e mbështet në heshtje, po bëj e mirë, bëj e vet Megatek. Ai Megateku me për zotin lart do të më bëj sponsor mua. Sa shumë e përdorë këtë, nuk e di çu jetoni me veten tuaj që si bëni sponsor akoma Buçi Podcast vetëm për sa herë dhe përdor atë shprehje. Po do mos të sulmoj në Buçi, do thonë është kështu podcast oligarkësh e kështu gjërash domethënë. Se edhe më ndodhi. O zoti I madh, oligark të dashur, ja u dërgojmë çmimin në DM. Juve afroni herë se I rregullojmë gjërat e tjera. E kupton? Po këtë shprehje e përdor edhe unë, se e kam pas përdorur edhe më përpara, e kam pas përdorur shumë shpesh dhe kur e gjeta aty thash, "Okay, kjo është më pëlqen kjo shprehje." Sepse realisht ka mënyrë më korrekte se sa të marrësh vetë përsipër përgjegjësinë. Jo, nuk është mënyrë korrekte, është vetëm një mënyrë. Po. Çdo lloj gjëje tjetër ka një grep. Nëse I peshku e shikon krimbin atje, krimbi, falas. Shqyr, na pas ka thënë dikush të am krim falas dhe fap në Tigan. E kupton? Se tash o do marrësh pjesë, o do bësh transparent totalisht, mos të kapi fare sistemi, pa ajo është gati e pamundur. Mund të ketë njerëz që ja dalin në këtë lloj mënyre. Është mos jenë të kapshëm, nga sistemi, është sikur nuk janë. E ke parasysh janë val, nuk janë particle, nuk janë thërmi. Po mund të jesh val, nuk e di, ndoshta disa ja arrin. Por unë nuk isha dot val. Është iluzion, është pa arritshme. Madje me Uliadin që e përshëndesin e kemi diskutuar disa herë, personat që humbasin gjithmonë më shumë nga gjitha gjërat që ndodhin janë apatikët, ata që mendojnë që janë jashtë sistemit dhe vetëm gjë që ata kanë është mungesa e informacionit dhe mungesa e përfshirjes në ligjbërjen edhe ekzekutimin e çdo lloj rregullore të mundshëm. Por ata janë ata të cilët do e përjetojnë në mënyrë më të largët kur t'i vete dera e shtëpisë vet. Dera e shtëpisë. Tu do të bëjmë vllai tu një kull që të dalë dielli vetëm një mëngjes, një pas dite. Kurse kur do bëjnë një rrugë që thjesht nuk ja morë aty tjetri se është çuni Baxhanaku djalit tezës, e ke parasysh drejtorit, po do ta vëjtë aty. Edhe atëherë thotë që po unë ç'a bëra, unë ç'a më ndodhi, unë si kemi rënë qaf as njeriu i kemi gjithë me lekët tona si ajo pislloku andej sipër tash, domethënë që kishin zënë tokë publike, që ishte perle e vendit edhe e kishin ndërtuar. Po, domethënë të tillë persona e kanë hak. Domethënë pavarësisht se unë jam deklaruar tash kundër çdo lloj gjëje, në ka një gjë të saktë atyre me spatlla. Sidomos atyre që kanë votuar edhe për vota për të mbajtur ndonjërin në punë. Atyre, unë ashtu I them, Edi Rama, marrsh nga ditët tona, po më dëgjove mua për një gjë, atyre servilave merja dhe atë bukën që I ke dhënë. Edhe orizin, edhe filxhanët e kafes që kanë në shtëpi, merja atë parazitët domethënë duhet të zhduken. Edhe ky ai është I psikopat se duket I bie edhe të vetëve ndonjëherë kështu, thjesht sa për të tundur çikazanin.
Ata lloja. I bie, do ka qef kryeministri të bëj zhurmë në mënyrë të vazhdueshme, se po mendoja sot, po çe ka këtë të radhës, domethënë çe ka këtë. Se edhe po, edhe ndërkohë që po reflektoja mbi këtë, se Rama zgjohet një ditë të bukur edhe vendos që të ndërmarri fushata. Rashtesh ka 12 vjet që qeveris këtë vend, edhe ashtu në mënyrë të çuditshme i shfaqen problemet përpara se probleme që domethënë jo bënin mu, po nuk e di, ekstremisht evidente për të gjithë ne, por për të nuk ishin. Dhe pa pritur ato bëjnë tepër të qarta, aq shumë sa e verbojnë, dhe ai duhet të marrë masa. Auton dhe po mendoja. Nuk e di se ti ke punuar gjithë jetën në Gjermani, po në Shqipëri, sidomos në shtet, ka një tipologji nga këto njerëzit që nuk e marrin shumë seriozisht punën, dhe që me shumë mundësi janë zgjatimi i partisë. Ke parasysh? Në administratë, që nuk bëjnë asgjë, edhe nuk vinë edhe në punë, por kur vinë, bërtasin korridor. Që ta marrin vesh gjithë të ndërtesa, gjithë godina, që filan person është shfaqur në punë dhe pa punon, më kupton? Edhe njëjta gjë me zotin kryeministër, i cili me sa duket vitin e kaluar kishte, po më thuaj, po më shpjego se jam shumë kurioze. Edi Rama ka një, edhe çdo person atë, çdo lloj personi në atë lloj pozicioni, domethënë kanë një bateri eksitimi shpirtëror. Çfarë do thotë kjo? Ai tash domethënë e kanë bledh, e ka vënë lakun fyt gjithëve, domethënë i mori aq mandatë sa i mori, është më rregull, ai bën çat, e bën mbretërinë nesër po do. E kupton, kështu që për këtë fatkeqësisht ja çaj hallin jashtëzakonisht shumë boring situata. Pra atë është domethënë që çfarë do bëjmë valla, po si e bëjmë, nuk rrihet më këtu, e vëzhgë. Edhe normalisht çohet një ditë të bukur, se është e sigurt që është paguar dikush që ata të vinë ato gjërat atje. Edhe i çfarë bëjmë? Do bëjmë një gjë të bukur tash, që të gjithë plebejt të thonë faleminderit Rama i madh, Rama i parë. E na pendën ne një sot ditë, bërë edhe ti një gjë që duhet të bëjmë ne. Edhe aty ndodhja, love me, obey me, please, adore me. E ke parasysh? Edhe nuk do isha i çuditshëm nëse do të bënte akte ala Sokol Balla në Skype gjatë momentit kur shifte shembjen e asaj, e kupton? Edhe e them në këtë lloj mënyre sepse kjo është mendësia e këtyre individëve, domethënë. Jo vetëm që janë të korruptuar nga bashkëpunëtorët e tyre, domethënë si korporata apo oligarkë apo vëremin çat duash ti, apo gjitha marrëveshjet që kanë me partinë kryesore opozitare, por nuk gjejnë më kënaqësi këta persona sepse janë të korruptuar nga pushteti shpirtërisht. Edhe jam i bindur që nuk ka asnjë gjë që mund ta ekzitojë Edi Ramën, nuk asnjë lloj vile, asnjë lloj pallati, asnjë lloj makine që ekziton ai shumë sa një power trip, e kupton? Sa një udhëtim fuqie. Ajo ndjenja e të qenit i plot fuqishëm, ajo dora sipër që kontrollon të gjitha marionetat e teatrit. Duhet të kuptojmë që kemi të bëjmë me psikopatër, e kupton? Nëse i të trajtojmë siç trajtojmë unë dhe ti, domethënë që ti thua që unë mendoj që njerëzit janë të mirë derisa provojnë të vinë. Nuk nxjerrin gjën shesh, e kupton? Ta janë ata që janë psikologjik e ke. Okej. E kuptoj. Deri dai, e kupton? Nuk janë normal ta më. Mund të qenë normal dikur, po më nuk janë, sepse mallkimi është miti i Midasit, që donte që çdo gjë që prekte të kthehej në ar, edhe ktheu edhe gruan e vet në ar. Pastaj s'kishte më grua. Mallkimi i të dashurit kaq shumë pushtet është mos ngopja asnjëherë. Edhe boshllëku që vjen i varur si një etiket me çmimin të bluza që ti pëlqen se blitot kohë, pa lidhje. E don, po që kjo është aq poetike, është e bukur pothuajse. Edhe Homeri ta kishte shkruar vet, nuk do e kishte shkruar më bukur. Do të ky mendon që është vrulli i radhës i emocioneve apo jo? Po diskutohet fare, për mua është 100% garant. Shiko, ai Edi Rama domethënë ka arritur, edhe pse është kryetari i një fshati të vogël evropian, ka arritur në një stad, domethënë që nuk merret më duke bërë marrëveshje vet. Ti i vjen në tavolinë dhe ai zgjedh. Po, jo. Po, jo. Po, jo. Interesat e popullit apo të publikut nuk diskutohen fare, nuk janë variable. Ato janë thjesht kolateral.
E kupton? Por Po. nuk tani e kanë kuptuar gjithë si në çdo edhe nëse je infermiere, edhe nëse je inxhinier, edhe nëse je punëtor ndërtimi, nëse korruptohesh, nuk të thotë nuk të pyet më njëri sa i mirë është ky filani në punën që bën, po thotë sa e ka çmimin për të mbyllur syrin. Edi Rama ja kanë marrë kokën me pe, e din pak shumë se çfarë bën dhe që i bën këto lloj gjëra, edhe vetmja pyetje është çmimi. Edhe çmimi për mendimin tim nuk është më monetar, por është pushtet i pastër. Këtë bëjnë dhe europianët. Okej. Po gjithsesi ti mendon që prap arrin ta ndjej kënaqësinë e pushtetit, domethënë në momentin që merr iniciativa të tilla apo jo? Apo mendon që ndoshta kryeministri duhet të shkuputet nga kjo lloj jete dhe të bëjë një jetë më të qetë më modeste, të mbjellë në një domate, në një siç bëjnë njerëzit në një moment caktuar të jetës, ose të siç the ti ai rikthimi në fshat dhe të na lër rehat një herë mirë, ndoshta. Ë? Po tek The Godfather, domethënë te filmi, po e ke parasysh në momentin që ishte Vito Corleone në drejtimin e familjes së Baten tat dhe nuk vdiq. I mbietoi asaj. Në momentin që solli djalin e tij në thron edhe ose në fron, i thonë në fronship, sorry. Vdiq një ditë të bukur duke luajtur me nipin e tij me domate. Që do të thotë personat e gjithë kushtetshëm, pikërisht. Personat e gjithë kushtetshëm vdesin vetëm kur dalin nga ajo përditshmëria që kanë. Ai e bën këtë dhe ka për ta bërë edhe me fatkeqësia pastaj që të kthehemi në realitet, është se sa më shumë power trips të ketë ky, nga këto lloj gjërash, domethënë që s'ka asnjë tjetër që ta përmbushë për momentin, aq më shumë do i ulet ose do i rritet toleranca si një alkolist, e kupton? Që nëse pi 10 bira për një muaj tjetër do 11, edhe kështu me radhë. E kuptoj, po, e kuptoj. Sa më shumë nga këto gjëra të ndodhi, aq më shpesh duhet të bëj ai nga këto aksionet e të çmendura, domethënë, sepse i ikën efekti shpejt. Nëse tani bëri këtë gjën, i zgjat 2 muaj, herën tjetër do i zgjasë 1 muaj gjysmë, kupton? Duhet të bëj diçka tjetër. Okej, ne do të përgatitemi për një grafik luhatjesh të mëdha, domethënë. Apo jo. Shu e parashikon? Shpeshtësia e ndodhjeve në rastin më të mirë do jetë statike lineare, që do rritet, domethënë nga një herë do bëhet 2 herë, nga 2 herë 3 herë. Në rastin më të keq, pastaj nuk e dish se ku e merr mielin ai, nga cili vend ja sjell, nga Venezuela, nga Kolumbia, mund të jetë dhe eksponenciale, e kupton? Edhe pastaj del do gjithë nga kontrolli. Edhe problemi është që nuk ka asnjë brenda tek ata depozit, i bëjnë një pushtë të brendshëm, e kupton? Se e kanë lidhur ai nga fillimi në fund. Se duket inekzistente, të them të drejtën, ëh, kështu veç pse jam nëse tani, domethënë realisht këto 2 ditët e fundit nga parti shtet, ndjesi që kemi kohë që e ndjejmë, edhe që u bë kaq që dukshme kohë zgjedhjesh tani, se e pam, që praktikisht nuk dalloje dot partin nga administrata e shtetit shqiptar. Tani do të ditët e fundit u ndije më shumë individ shtet, është sikur parku i lojrave i Edi Ramës. Kjo lloj ndjesie të jepej duke dëgjuar, duke parë lajmet e kështu me radhë, po që. Po sepse ne jemi feudal, e ke parasysh, ky është problemi. Sepse në Shqipëri PS-ja është abstrakte. Nuk, domethënë, të pyesësh një njerëz se çfarë është PS-ja, çfarë është programi PS-s, të dalin bashkë, do të vëm bazë. Domethënë do paguaj edhe qeran, edhe ushqimet për 2 muaj rresht, edhe nuk e di asnjëri, sepse ne jemi feudal. Ne njohim vetëm bujarin e zonës, që është Edi Rama, e kupton? Ai është koka. Se çfarë ndodh, çfarë rëndësie ka? Ti e pe tash të lutem, ata që kisha shpërndarur para ca kohësh tash nga dikush tjetër, ata zonja tash 50 e kusur vjeçë me shumë mundësi vetëm se fëmijët i kanë emigrim në Vlorë, e kupton, vetëm të dali Erion Velia nga Burgu, thoshte vllai. Ti je në Vlorë. Ti je në Vlorë dhe shpejt do dalë Erion Velia nga Burgu, e tjerë Edi Rama mirë, Edi Rama është më i miri nga të gjithëve. E ti s'ke ujë. Edhe ujin do vejte meloni në melonet e veta në Pulja. E kupton? Jemi feudale, kupton? O Zoti i Madh, që je lart në qiell, lart qoftë emri yt, ruaj Edi Ramën. Kështu është lutja e shqiptarëve. Pastaj fillon me vetën e tyre. E ke parasysh?
E kupton çfarë paradoksi jemi tash se edhe unë fola shumë. Është një farë lloj cirku, domethënë që sa vjen edhe zbrazë Shqipëria, që sa vjen edhe shtrëngohet rreth i pushtetit, aq më shumë dalin në pak këto gjëra. E ke parasysh? Sepse në fakt, siç e the ti çfarë që gëzon respektin tim maksimal dhe shumicën tërmuese të dëgjuesve të Buçit Podcast që thua që kjo është ardhmja ime, këtu është Shqipëria, unë këtu ndjem. Por si unë, edhe si ti, që kemi ikur me vendimin ton, pa na dëbuar njeri, ka një pjesë shumë të madhe të miqve të mi që i kam rreth vetes time që do donin me do e mos nëse do të ishte mundësia për të krijuar një jetë normale, jo luks, po thjesht normale, të ktheheshin. Është një pjesë jashtëzakonisht shumë e madhe. Një pjesë jashtëzakonisht shumë e madhe kanë bërë karrierën aty, kanë arritur maja ato janë CEO, Google e Amazon apo masë CEO pa drejtora gjëra budalliqe vëre emrin çat dua, gjëra të parëndësishme domethënë sepse është thjesht pasuri materiale. Dhe me kalimin e viteve, me kalimin e të gjitha sfidave, me rritjen e pjekurisë, të gjithë thonë që sikur, tonë është shumë migjeniane kjo, sikur të kemi një grush të fortë male që s'bëzan. Sikur të kisha mundësinë që të isha dhe unë atje, bashkë me mamin edhe me babin, për mua për shembull. E ke parasysh? Këto dua unë. Këtu më qanë mua ajo, që ta kam nipin tim atje dhe sikur kur kthehem nga puna që jam i stresuar e duhet të vi e të hap një shishe bire, të kisha nipin tim aty, edhe të bëj ato idiotësi që bën kalamaj, shumë muhabete kot palidhje, domethënë pse kjo, pse ajo. Ja, pse qelli dy ato. Mbasi ka arritur, domethënë se është e fundshme, materializmi është i fundshëm, këto gjëra. Absolutisht. Po është e rëndësishme edhe të ndërtojmë edhe të mira materiale për të përmirësuar edhe veten si njerëz. Ajo na vlen si përfundim, domethënë gjitha mund të t'i marrin, vetëm ato që di dhe që je brenda nuk mund të ta marrin. Tani ne jemi për të mirë materiale që të çojnë në të japin mundësinë që të përmirësohesh si njeri, të përmirësosh racën njerëzore, specien njerëzore, më saktë jo racën se gabova teknikisht. Po racën, specien, potato nuk i vëmë re ne këto gjëra. Tu se si jemi woke, po që ajo është e vërteta Luana. Ke jashtëzakonisht shumë të drejtë, e kupton, është ka një sasi të fundshme të materializmit që mund të mbledhësh që të jep kënaqësi. Se ti mund vazhdosh të mbledhësh, e kupton, dëgjoj këto, mos të hyjmë në të konspiracitë tash që kanë me triliona asete etj, po të gjitha nuk e kanë kënaqësinë që kanë të triliona asete, po e kanë kënaqësinë të se si përdorin triliona asete për të ndryshuar një regjim në një vend. E kupton? Patjetër. Kështu që se paraja në vetvete, domethënë të grumbullosh para është, domethënë është një qëllim i cili nuk ka asnjë gjë për, nuk mund të konsiderohet negativ. Nuk bën sens të anatemosh dikë sepse do të bëhet i pasur, po pasuria në vetvete nuk do të thotë asgjë. Pasuria, paraja duhet jetë mjet për të arritur qëllime të tjera, për të realizuar diçka, për të ndërtuar. Pasuria materiale është instinkt. Në vetvete, domethënë është mirë, duhet jetë mjet, po jo, duhet jetë mjet, por që domethënë thjesht i pasur për çfarë? Domethënë duhet të jesh i pasur sepse me këto para ke dëshirë të realizosh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etj. Që është e vetmja gjë në të drejtim që na ndan nga kafshët, e ke parasysh, se edhe Luani vret klyshët e dikujt tjetër se do të mbaj zonën e vet të pastër që të ketë akses në sa më shumë luanesha dhe sa më shumë zebra. Po ajo është instinkt, është primale. E vetmja gjë që ka interes aty është përcimi i gjenit vet. Asnjë gjë tjetër dhe ai as nuk kupton fare këtë, e bën në mënyrë mekanike sepse ashtu është i koduar në gjenin e vet. Po. Ne do ishim thjesht kafsh në kuptimin e plot të fjalës, nëse do vazhdonim, do blinim shpira, do blinim makina, kod, domethënë e bëj aty kod. Edhe brenda shkretir, e kupton? Imagjino një piu. Dhe tani me qerallafi dhe kjo përmbushje, një këto përmbushje të mëdha shpirtërore, të cilat realisht mund t'i realizojmë në vendin tonë. Një pjesë e mirë shqiptarëve nuk munden. Dhe tani ne menduam gjithashtu, dhe në fakt patëm mbështetje shumë të madhe aty te diaspora.
Por kjo e votës diasporës shumë çuditshme, Buçi, si e mendon ti? Po të bëj unë pyetje tani se po të marr unë intervistë. Ma interpretoj çik këto numrat e votës së diasporës, të lutem. Se ne luftuam fuqishëm për atë punë. Si e arsyeton ti? Po është ajo që unë thash edhe përpara votës diasporës. Ne kur me diasporën për Shqipërinë kur kemi bërë gjithë për të votuar edhe për të mundsuar që harxuam kohë të vyer nga jeta jon, e kupton? Mirë unë që s'kam ndonjë punë tjetër për të bërë se s'mbyllet goja, po dikush që si Florian Haçkaj me 3 fëmijë, domethënë, duke i neguar atë kohën familjare dhe duke u marrë me to lloj gjëra. Po. Kur thosh njerëzit e ziko thoshin që po se ata që kanë ikur gjithë do ta bëjnë këtu, ta bëjnë atë, nuk kanë të drejtë etj, edhe thoshë që nuk ka kurrësi asnjë lloj garancie që do si kush do votojë apo. Por pikërisht ideja e vetme ishte e vendosjes së një fush beteje jashtë sistemit që i kishte domethënë le të themi parametrat pak më të drejta minimumi ose mesatarisht më të drejta se sa brenda në Shqipëri. Pse e them këtë? E them për faktin sepse e kisha më mirë të merresha me diasporën, edhe të drejtohesha individëve specifik që pavarësisht arsyesh ke ikur. E kupton? Edhe jam i bindur që për 99.99% të personave që janë të ikur nga Shqipëria, në qoftë se 1, 2 apo 3 kushte do të plotësoshin ndeshin në Shqipëri. Është kjo kush gënjen është legendë. Nuk është gjë që është reale, është faktueshme për çdo lloj gjëje, se mund të bësh thjesht muhabet me një punëtor skelash, me një inxhinier, me një software developer që punon apo në Itali apo në Francë etj. Të gjithë do thonë që po të kisha 1, 2, 3 do isha në Shqipëri. Domethënë që ti nuk do të jesh këtu. Thjesht është të konvenon. Që thonë miqtan, të konvenon. Kupton? Edhe ideja ishte e gjitha që të bënim sa më shumë jo zhurmë, po të ngrinim sa më shumë zërin në mënyrë kualitative që sa më shumë njerëz të kuptonin mesazhin. Nuk ja dolëm. Për sa i përket votës diasporës dhe rezultateve të veta, unë nga që nuk besoj zakonisht në masa dhe vullnetin e masave, jam i prirur të drejtoj gishtin tek vetja përpara pasqyrës, duke e lënë vetes time të kuptoj që me aq fuqi sa un kam pasur, mesazhi që un kam dhënë nuk ka qenë i qartë mjaftueshëm, nuk ka qenë në shpeshtësinë e duhur, edhe nuk ka rezonuar me njerëzit mjaftueshëm që un të ktheja qoftë edhe një më shumë se sa ndodhi. Thënë kjo, rezultati konfirmoi frikat e shumë personave që një pjesë e mirë e diasporës kanë ngelur akoma me mentalitetin si brenda Shqipërisë, sikur punojnë në shtet, sikur punojnë për një person që do japi pjesën e tyre. Edhe këtu kishin të drejtë. Edhe unë gjithmonë besoja se kjo do ishte një pjesë, nuk e mendoja asnjëherë që do ishte kaq e madhe, they prove me wrong. Unë u përpoqja gjithsesi. Por tregon që mund ta heqësh shqiptarin nga zullumi fizik, gjeografik ku ndodhet, por nuk e heq dot zullumin nga shqiptari që e ka brenda. Shumë e zymt kjo e fundit që se. Unë mendoj o Buçi që edhe ato votat e Shqipërisë, ashtu të vjedhura, të presionuara, etj, janë reale në të vërtetë. Ai rezultati final është rezultati real i asaj që ka ndodhur përpara. Blerje, shitje, etj. Kurse kjo e diasporës nuk ma mbush mendjen, të them të drejtën, se ne kemi qenë në proces vëzhgimi edhe atje tek pallati olimpik ka. Edhe ka një lloj shpërndarje kishte, një lloj shpërndarje shumë çuditshme të partive politike në përkuti, por një lloj përsëritje perfekte
që të bën të mendosh statistikisht është e mundur që të ndodhin gjë të tilla. Ka diçka që nuk shkon aty, ma nuk ma mbush mendje shumë kjo puna. Dhe për më tepër që kam marrë denoncime edhe nga njerëz të cilët janë regjistruar, s'u ka ardhur, domethënë nuk ka ardhur mesazhi që faleminderit, njerëz që njoh personalisht, që u ka ardhur mesazhi faleminderit që votuat, që e çuat votën tuaj me postë ndërkohë si ka ardhur asnjëherë as i zarf. Unë gjërat të cilat janë thënë edhe në media, janë dëgjuar dhe disa prej tyre i kemi denoncuar ne, disa edhe PD-ja e cila është shprehur këto muajt e fundit dhe ka ndodhur shumë çuditëra në këtë sens. Po shiko, edhe prandaj edhe unë nuk di si ta lexoj mirë. Është vjedhur. Që është vjedhur, nuk diskutohet, po duhet të tregojmë të drejtë për sa i përket ndasive, përqindjeve. Do të thënë mund të jenë vjedhur vota që nuk i është çuar vota dikujt ose që është trembëruar ose që janë shtuar flet që kanë qenë pa vule etj. Po duhet të kuptojmë dhe realitetin që e kemi fajin vetë, se mund të vidhet për shembull vota e diasporës së Beratit, por nuk mund të vidhet asnjëherë vota e diasporës e Beratit që del 92% për PS-n. Kjo është e pamundur. Do të thonë vjedhë si duhet të jesh, domethënë që të arrish atë rezultat. Domethënë ideja është sa ky shtrëmbërimi, sa është në gjendje të lëvizi shifrat dhe numrat. Ke parasysh atë tortën, lëvizin ato vijat e tortës që ndajnë përqindjet e secilit. Në këtë rast sa është në gjendje një shtrëmbërim edhe një pislik që mund të bësh me postën e tjerë që ta ndryshoj rezultatin. Në çfarë pikë? Atë se di, nuk e di. Të bëjmë është llogaritje e thjeshtë, mendoj që është faj i përgjithshëm. Edhe gjysmë për gjysmë ta kishin bërë në Berat, e kupton? Edhe thua ti që okay, do vënë ta aq, do ditë 50% pro PS-s. E kupton tash ti çfarë lloj një individi do të jesh nga Berati apo nga Cepelena apo ku dëgjon nga Burreli, të jesh i ikur, të jesh i vetëdijshëm që në Berat nuk ka ngelur më njëri për të punuar kamarier, e jo më për të bërë ndonjë gjë tjetër. Edhe prapë të votosh për PS-n. Kërkon një farë lloj tjetër individi që kërkon një farë lloj ignorance të vet ose paditurie të vet implementuar dhe që gjatë gjithë kohës kërkon përkujdesje për të qenë aq i paditur, sepse informacioni të vjen, kërkon në mënyrë aktive që ti ta shtysh, ta heqësh tutje informacionin për të marrë një vendim të tillë. Kupton po që çfarë themu? Këta jemi ne. Më buçi shumë komplekse kjo. Pastaj duhet futemi të analizojmë edhe psikologjinë e popullsisë së Shqipërisë, të shqiptarëve, pse marrin vendime të caktuara, por këto nuk e kam tagrin për ta bërë. Gjithsesi, ideja është që mund kam përshtypjen që mund të punonim më mirë në një drejtim. Unë nuk mendoj që njerëzit janë të kënaqur, ata që kanë hedhur votën për PS-n, se i kam dëgjuar disa prej tyre të trishtuar që nuk mendoja e hodha sepse ma kërkoi njëri ose tjetri, edhe ndërkohë ndjen shumë në siklet, ndjen tamam sikur do më merret fryma edhe 4 vite të tjera, nuk e kuptuan se çfarë dëmi që bën pa dashje. Hajde se me neglizhencën e bëri njëri, e bëri tjetri, por këta tjetri u bën shumë veta derisa arritën edhe prodhuan atë rezultat. Dhe duhet ndoshta me punu në të kuptoj robi peshën e votës. Çfarë peshe ti e mendon që je një person, po vjen shumë atë me sa njerëz të tjerë që në mënyrë të, sa them unë, me një lehtësi të çuditshme votojnë për një diktator. Imagjino çfarë rezultati do prodhoj ajo. Ajo ka i pesh skandaloze, jo skandaloze, e kundërta, madhështore, duhet ishte. Unë ka humbur, domethënë çaj përket moshave 40 e sipër e ka humbur fare shpresën, domethënë edhe mendoj dhe kjo është për ta diskutuar si për përmbyllje të këtij episodi, do ta diskutoj me ty së bashku. Mendoj që lëvizja juaj, por edhe të gjithë të rinjtë të tjerë duhet të fokusohen në mënyrë eksplicite tek moshat e reja, sepse janë brum i freskët që mund të formohen.
Këta të tjerët janë bisht qeni, dhe bisht i qeni ngere, thajte, ka i filmi shqiptar që sa bajmë. Ke sa shpreje, nuk e di. Okej. Nuk ka më shpresë për këta. E ke parasysh, nuk ka shpresë për një individ që nuk ka jetuar asnjë vit në shtëpinë e tij në Tiranë, që të ketë pasur ujë rresh 24 orë për një muaj, edhe vazhdon për PS-n. Nuk ka më shpresë për këta persona. Buçi të them një gjë, kjo observim tani nga ana ime, e vërteta është njerëzit të cilët ne na kanë votuar më shumë, edhe jo vetëm ne, po që janë të angazhuar dhe politikisht, janë njerëz të informoshe. Unë kam vënë re dhe duhet të punojmë fuqishëm për këtë, siç e the edhe ti, se është brumi i freskët, janë e ardhmë e Shqipërisë, janë shumë pak të interesuar të rinjt. Realisht shumë pak të interesuar. Një pjesë nuk voton, një pjesë votojnë. Nuk e pranoj nga juve. Këtë nga juve nuk e pranoj, sepse të rinjt nuk janë të pa interesuar, thjesht nuk i godet, është stimuli më kështu janë tani, çfarë bën, do të jedhin kosht marrin kinez. Në krahasim, e kam fjalën, po ti krahasosh aktualisht në këto momente, nuk janë aq të interesuar sa fashat e tjera moshore. Për momenti, po flasim deri në 25 vjeç që kam fjalën, 18 deri 25 vjeç. Janë më pak të interesuar, patjetër që ka edhe të rinj, edhe në fakt në televizja kemi shumë të rinj, pjesa më e madhe janë të rinj, të cilët realisht janë me mishë me shpirt të aktivizuar, edhe në të cilët bëjmë punën së bashku për të realizuar aktivitetet politike, takime, nga mund të ndryshojë çdo gjë që i takon lëvizjes. Por po them në përgjithësi me atë që ndodh në Shqipëri. Observimi im më ka çuar në këtë përfundim. Do të thënë pavarësisht realitetit brenda nesh, realiteti në Shqipëri më duket sikur të rinjt janë pak të interesuar dhe duhet të punojmë në atë drejtim, meqense ata do ndërtojnë Shqipërinë, janë e ardhmë e Shqipërisë, të kuptojnë rëndësinë e angazhimit të votuarit në mënyrë korrekte. Nëse të rinj do ishin të interesuar Luana, nuk do ishin të rinj. Kupton, është shumë trend, është I don't care. Nuk më intereson së mere më këto gjëra, është trendi, kupton, I don't give a fuck. Kjo është sjellja e të rinjve përgjithsisht, po do të marrë shembullin e Gjermanisë para disa viteve. Trendi përgjithshëm apo jo, është kështu botror pak a shumë, apo jo? Po patjetër, është botror. Thjesht duhet që të gjehen veglat e duhura që ti bësh ti atreshësh vëmendjen. Para disa vitesh në Gjermani, këta të gjelbërtit, domethënë që është literalisht komunizëm gjyrë jeshil, e bën jashtëzakonisht shumë trendi të gjithë këtë pjesën e ambientit, domethënë, edhe njerëzit votuan masivisht. Nga fëmijët dolën prindrit, nga prindrit dolën mesme e lartë që i kishin punë të mirë, kishin probleme me rrogat, edhe morën aq fuqi sa morën, sa çdo parti kishte departamentin e vet për ligjet ambientaliste. Për ambientin. Është kulmi i degradimit. Për sa i përket një partie që del nga shinat e veta, por ndodhi sepse u bë shumë trendi, ishte shumë trendi, ishte cool të kujdesesh për ambientin e tjerë. Nuk do të thënë ta kesh në fokus gjithashtu nuk është uncool. Mendoj unë. Por që gjithashtu ka qenë trendi, është vërtet. Unë e shikoj thjesht një detyrë diçka që duhet. Pikërisht, thjesht është. Okej, nëse ti ke mendon meqense ti ke një audiencë të caktuar. Në fakt besoj se i shef statistikat e tua. Kush të ndjek më shumë Buçi në përgjithësi? Çfarë grup moshë të ndjek më shumë? Mua më ndjekin më shumë, mund ta themi këtë se në fund jemi gjysma e shikon deri në fund. Grup moshat që më ndjekin më shumë janë 28 deri në 40 vjeç. Okej, edhe shef edhe ti Bia të shohë, po diskutonim. Patjetër, por prap qëllimi është, domethënë që ajo është aty për ata do synohet diçka. Unë mendoj, shiko, përderisa asë hanë të dy flasim për këto gjëra bashk, ne nuk po pëllasim kot, e kemi një qëllim edhe kemi një ide dhe vërtet mendojmë që gjërat tona funksionojnë. Edhe nëse kemi ne gabim, moshat më të mëdhaja, domethënë se sa ne, prapë do të na dëgjojnë, edhe nëse nuk besojnë të gjë, sepse kanë dëshirën e analizës, sepse i kanë eksperiencën e tillë që ja lejojnë vetes të dëgjojnë 1, 2, 3 gjëra. Kurse për të rinjt është më e vështirë, e kupton, duan që duhet të jetë cool, e kupton, ti mund të jesh edhe diktator, mund të jesh cool. Çfarë është cool për një 18 vjeçar, duhet ta mësoj, do kërkoj.
Tani ne Ta kërkoj unë të informoj, po ne kemi të rinj televizit. Do isha kemi në të rinj punën tash, do televizit isha të cilët me lekë podcastit. i kanë ide, sepse janë pjesë, pavarësisht se këta janë të rinj të cilët janë të angazhuar, janë të interesuar, që të jenë pjesë aktive e ndryshimit, po që gjithsesi do thellohemi në këtë drejtim dhe do të punu fuqishëm seriozisht, se është investim i madh. Investim i madh për Shqipërinë. Le pastaj për ne konkretisht. Kjo është, mendoj unë, një pikë jashtëzakonisht shumë e mirë për ta mbyllur këtë bisedë, se nëse nuk e di njerëzit e kanë kuptuar apo jo, por ne kemi pak dallim kohor kur i vetë zëri Luanës edhe kur më vjen mua, prandaj ndërpresim njëri tjetrin këto çerekorin e fundit brutalisht. Por që mamë kjo është një pikë e bukur ku mund të ndalojmë edhe për ta zhvilluar herën tjetër, domethënë se çfarë mund të jetë vërtet trendi, jo vetëm për ty edhe për mua, por përgjithsisht domethënë që si mund një individ që do të përcjellë një mesazh të caktuar pavarësisht se cili është ky mesazh, të arrijë një audiencë që në të vërtetë është e ardhmja e çdo vendi. Duhet me gjetë gjuhën, një gjë që është e rëndësishme mendoj unë, kur ke një punë të tillë, kur je në komunikim vazhdueshëm me njerëzit, është përpiqesh gjesh gjuhën e përbashkët që të merresh vesh, sepse të gjithë ne kemi gjëra pika ku lidhemi. Edhe tani duhet në kontekstin e të rinjve shqiptar, të cilë ndoshta janë edhe një çik më të demotivuar se sa ata tuaj, duhet me punu fuqishëm në këtë drejtim. Se unë e shoh edhe të studentët, janë gjithmonë më shumë të demotivuar. Edhe kam thënë edhe këtë kur ka rënë rasti në takimet tona, edhe kam sipas perceptimit tim edhe kam shpjeguar pse mendoj unë se ndodh ky demotivimi. Edhe për të studiuar, për të mësuar, për të aplikuar, për të investuar te vetja. Se shohin një shoqëri të shtrëmbruar që ku nuk ecën përpara për merit, tani themi të vërtetë, shumicën e rasteve. Tani përjashtime ka, po në shumicën e rasteve nuk çan sepse ke shkëlqyer, se je i aftë, je i zoti. Duhet kesh një mik, o të japësh një kafe, ose punosh me PS-n, me rilindjen, etj, dhe edhe do përfundosh një ditë, do marrësh një vend pune në filan ministri, nga vendi i punës ministri do bëhesh drejtor, e kështu me radhë, edhe ti ke aty pastaj në klasë njerëz që thonë po mua ç'më duhet. I lëm pastaj më njanë ndikimin që mund të ketë inteligjenca artificiale, e cila tani për njerëz të cilët nuk janë mësuar të mësojnë mund të jetë problematike, se unë për shembull e përdor inteligjencën artificiale, por nuk thjesht të limitohem në marr informacionin dhe ta zbatoj. Jo, unë kam nevojë ta kuptoj, bëj pyetje të vazhdueshme, thellohem, e përvetsoj, e bëj timen. Kurse tani është ka përgjigj fare kjo faza, kam vënë re se thash kështu. Kam vënë re te studentët, ka përgjigj nga merr informacionin dhe e thjesht e vën punë dhe kaq, dhe nuk internalizohet, nuk përvetsohet. Shumë gjëra që mund t'i diskutojmë herës tjetër. Patjetër. Unë të falenderoj jashtëzakonisht shumë që ishe me mua në këtë episod të Buçi Podcast. Është jashtëzakonisht kënaqësi të bisedojmë së bashku, se kalojmë nga tema të bukura, duke qeshur, duke u ngazëllyer te tema ku unë filloj bërtas në veten time. Si gjithmonë jashtëzakonisht shumë kënaqësi Luana, shumë faleminderit që më morë kohën edhe do rishihemi dhe dëgjohemi sërish. Yes, shumë faleminderit për ftesën. Kemi edhe një temë të lënë pezull atë të ambientit, çështjen environmental topic që kishim lënë. Po edhe atë do ta diskutojmë ditë. Ma e shënim. Patjetër. E shënojmë edhe live për gjithë ata që kanë dëgjuar deri në fund, që do e diskutojmë me patjetër dhe çështjen e ambientit, sepse besoj që vërtet me Luana kemi debat të fortë për sa i përket ambientit. Stay tuned, qëndroni të tunuar, se nuk e di si thon tuned në shqip, dhe do t'i dëgjoni të gjitha diskutimet, domethënë në nivelin më të lartë të mundshëm për sa i përket kontekstit, po në nivelin më normal të mundshëm në mënyrën e bisedës. Prandaj ju dëgjoni Buçi Podcast. Deri në jetën e miqtë të dashur, ju puthim, ju përqafojmë. Bëni like, bëni subscribe, bëni komente, bëni YouTube membership, bëni donacione, në një oligark të më kontaktoj direkt, edhe deri në tjetër qofshim mirë gjithë, edhe ja kalofshim bukur, ciao.
Paqim. Buqim në bu, CH, CHI. Bu, CHI, podcast.